realisht e ka pru opozitën, sistemi kriju prej tyre, i ka pru këta njerës, lëvizjen vetëvendosje. Dëgjam, nuk është sistemi, secili ballavaçohet në sistemin e drejtësisë. Por qytetarët i dhanë drejt, ai ty kuptu, qeverisi 4 vjet i vetëm edhe prapë i thanë mirë ki sepse nuk ban ata. 42%. Falë sa është partia e dytë ner. Fiks gjysmë Skorenci i ka pas për mi 50% apo bjen në 42%. Dëgjam, ajo ka 51%. 42% e majten ambasadat. Ja, ambasadat kanë pas pak vota, ja mas 1% se kanë pru. Faktën e kanë mojë që të jo, s'kanë pru, 42 ka fitu prej fillimit, ka qenë 41.9 nëse e mon men, e nes pa numru votat e diasporës. Prapë për mua është sinjal, partitë opozitës ka pas rritje, ka marrë vota e cila unë e deshifroj që kjo vot ka qenë, ka pas rami. Ka pas rami gati 10%, partitë opozitare kanë pas ngritje. Dhe kjo është për mua, jo, tash mos pret se s'ka pas revolucion këtu që me mujt me dojnë një parti opozitare. Revolucion kur 4 vjet ka qeveris, ku është opozitarizmi? Ku janë? Po normal që janë, se janë rritë se cila parti është rritë. Po çfarë rritje është ajo? Po çfarë rritje është ajo? Jo, është rritje, është rritje. Kanë vetë në 20 LDK. Po s'ka qenë 18.7. Që sa s'ka qenë LDK për mi 30%. Po, largë është 18%. Për sa që sa s'ka qenë? Ajo ka qenë parti... Ka pas ramje graduale në mbrana LDK-s. S'ka qenë graduale, ka qenë ramje në vitin 2021, dhe ajo ramje kam i kushtu dhe një kohë gjatë, sepse eksperimentet politike me këshyrë me vjedhë pushtetin kur s'tjep vuda qytetarë nuk banë. Nuk mund mishit sukses që lëvizja vetëvendosje ka fitu 48%. Për mua lëvizja vetëvendosje 42%. Për mua lëvizja vetëvendosje ka hub nër 50%, edhe në mënyrë për shkak që ka pasë edhe synim. Synim e kanton mërë me fitu, atë tonë ka dalë me fitu, madje po të ndëgjeshë ti Lumir Abdigjikun dhe aty jemi. Me festu me thonë na dullëm fitus. Kush? As një për partive opozitare s'kan dalë me thonë na jemi fitus. Jo, normal, kur dalën rezultatet të sënë mranë mos, atë dalën. Me rajt kanë rajt ma heret. Edhe realisht ju du në rana këtë fushë që thujnë për neve në popull. A i konvenon kurtit me qëndru në opozit? Që opozita sot me e formu një qeveri? Unë edhe po e përsëris, përderi sa ligjet e lejojnë, përderi sa skenar t'il mund ndodhen, madje edhe mund bëhet, po për mu, reale nuk është. Reale nuk është sepse kemi mas por një LDK cila nuk pranon. Ju keni të bindur që nuk pranon me PDK me një qeveri, sepse ju 17%, 12% janë kaluar. Abdigjikun në fakt ka bërë një kërkesë, kur të është ai kryeministër, po? Po, ai ka thonë ato për konsum publik, me thotë që jo s'po guxojnë me hinë qeveri. Kjo është çështja sepse është thik me dy teja që thuhet. Nuk hyn. Nëse vetëvendosja nuk e bën qeverin, por pretendon na qenë zgjedhje të jashtëzakonshme, ka zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk ka alternativë dytë, nuk ka opozitë bashkuar, nuk ka. Sepse nuk kemi një krizë politike përveç një PDK edhe atë që ka për krizë politike duhet të adresohet qartë te zoti Kurti. A mund të pësoj pasaj nga kjo krizë politike? A mendoni se qytetari mund të kuptoj drejt atë? Mund të pësoj edhe ndoshta mund të kemi një lloj qeverie teknike për një periudhë të shkurt, derisa të shkojmë në zgjedhje. Dhe aty qeveri teknike kjo në detyrë? Jo. Cila mund të jetë qeveria teknike?